Çka me thonë? Mbappe pritet mi a thy rekordin Mesit. Sepse Mbappe në kontinuitet ka shenu golat. Që 18 vjeçar Mbappe në kampionatin e parë, Mbappe pritet mi mbri edhe 2 botrore. Do të jetë se se bën këtë botror, ka me bë botrorin e ardhshëm. Qofse se bën këto, Këtë botror s'ka shansa me bë. Ja, në rregull. S'ka shansa se Messi nuk e lën me 5 golla. Messi minimum edhe 5 golla. Po do të thotë Mbappe realizon vetëm 2 golla. Jo, deshta me thonë çere që është një statistikë që është interesant për është fjala. Messi edhe 5 golla deri në fund minimum. Është interesant për publikun. Botrori në Gjermani, Messi ka shënu vetëm 1 gol. Në Afrikë të Jugut 0. Me Brazilin, dhe me thonë Brazil 4. Në Rusi vetëm 1. Edhe në Katar 7. Tash Mbappe nuk po di, po Mbappe çdo kampionat ka shënu 4-5 gola, 6. Po dhe që ta afru ka të shpejt. 14 ka Mbappe, 18 Messi. Do më thonë 4 diferenca. Për momentin është 4 diferenca, mundet më rritë më zvoglu, po këtë i kalon se këtë nëse merë pjesë edhe 2 kampionate. Po, në botrore të ardhshme jo mi binë. Është interesant. Ka më shumë botrore edhe se Klose, që Klose ka rritë më pak. Po, Klose me se e kalon futbolin ma erët. Messi ka botrore ma shumë se po lunë deri në 20 vjetë. Po, është interesant me thonë këto tash se kur të thënë Mbappe rekordin, me lëshu këta mas 8 vjetë, është interesant si deklarat. Apo kuptan. Prof, qa me ndonë për Argentinën si e për Messi sot? 2 golat e Mesit ka zgju